Gjendja me karburantet është e qëndrueshme. Është rënë dakord me Okta për zbritje prej 3 denarësh për litër karburant dhe nuk ka nevojë për ndalime dhe kufizime që fqinjt të furnizohen me karburant tek ne. Ky është qëndrimi i kryeministrit Kristian Mickoski, i cili thotë se po ndiqet me vëmendje situata me konfliktin në lindjen e mesme, por për momentin, përveç uljes së tatimit të vlerës së shtuar për karburantet nga 18 në 10%, nuk ka nevojë për ndërhyrje të tjera. Kryeministri pret që nëse çmimi i naftës në bursa botërore deri të premten vazhdon të bjerë si dje dhe sot, atëherë Komisioni Regulator për Energjetik të hënën të ulin çmimet e karburanteve. Ние покажуваме дека оваа влада се грижи за граѓаните директно од буџетот, а не со трикови. Ќе качиме акцизите дупло, па потоа ќе ги намалиме за 20-30%. Тоа е разликата меѓу одговорна влада, која што се грижи за граѓаните и за стандардот на граѓаните, и влади кои што прават привид. Ние сме една од ретките, можеби 2-3 влади, има уште други во Европа, кои што на ваков начин интервенираат. Но се разбери, имаме и други алатки. И друг план имаме за следни чекори, доколку ескалира кризата. Edhe pse konsumi i furnizimit me karburant tek ne është rritur për 10%, për shkak të fluksit nga vendet fqinje, kryeministri nuk sheh nevojë për ndërhyrje me kufizime dhe ndalime. Thotë se naftësjellsi është në funksion të plot, depot janë të mbushura, kemi rezerva nafte për 60 ditë, janë plotësuar nevojat për energji elektrike, por megjithatë, sipas kryeministrit Mickoski, po shqyrtohet tërheqja e mazutit nga rezervat shtetërore. Edhe ministri i Energjetikës Sanja Bozhinovska ka qëndrimin se çmimet e karburanteve janë stabile, me zbritjen shtesë nga Okta dhe uljen e TVSH-s për karburantet, është parandaluar një tronditje e çmimeve në treg. Дека Окта дополнително го зголеми попустот за дизел од 2 на 3 денари по литар, односно воведе дополнителен попуст од 1 денар со продолжување на мерката до 6 април. Ова е конкретен резултат на партнерскиот пристап и континуираната координација со цел директни придобивки за граѓаните и стопанството. Pritet janë që çmimi i dizelit tek ne të bjerë për 1 denar shtesë, ndërsa tregtarët e naftës ta përfshin këtë marrëveshje dhe në çmimet në pikat e karburantit. Nuk dihet kur Komisioni Regulator për Energjetik do të marrë vendim të ri për çmimet e karburanteve, pasi dje e ndryshoi rregulloren. Tani në vend që vetëm të hënën, do të mund të merren vendime sa herë që ka ndryshime drastike të çmimit të naftës në bursat botërore. Për momentin, pas rritjes së madhe, çmimet në bursat botërore kanë rënë dhe janë stabilizuar në rreth $100 për fuqi.